Beslidhja ka fituar me rezultatin 2-1 miqësoren ndaj Arameinsk-Surjanska në një përballje të zhvilluar gjatë pushimit të kampionatit. Skuadra lezhjane shfrytëzoi këtë test për të mbajtur ritmin dhe për të provuar element të ndryshëm ndaj ekipit suedez. Golat për skuadrën lezhjane u realizuan nga Raboshta në penallti në minutën e 85 dhe Akansase në minutën e 91. Autori i golit të parë të Beslidhjes, sulmuesi Jasmin Raboshta, tha se ky test shërbeu për të mbajtur ritmin, teksa shtoi se kjo ndeshje miqësore tregon se ekipi lezhjan është në rrugën e duhur. Kjo pasi vjen mes disojove kena pas ngarkesa, moja në ndeshje dhe me dhënë mundësi gjithë lojtarëve që me marr minuta. Na shërbeu për vazhdimsinë, sepse këtë fundjavë nuk kemi kampionat, jemi pushim dhe e shfrytzuar me ndeshje miqësore me ekip suedez. Si para 2 javëve që lutem me atë ekipin suedez tjetër, si këtë javë, pa shërbysëm që lojtarët që s'kan pas mundësi të marrin ato minutat e tyre. Ne jallim hapin drejt kategorisë parë në momentin që mbyllet matematikisht kampionati. Beslidhja synon të vijojë me rezultate pozitive dhe në ndeshjen e radhës zyrtare në kampionat ndaj Adriatikut, e cila do të luhet më 4 prill.